foto që të treve. Përshëndetje të gjithëve, sot jemi pranë në protestën e dytë, ditë popullore këtu në Tetov, po e shihni një balë me njerëz që janë duke treguar mbledhjen e tyre për atë vendimin skandaloz të gjykatës kushtetuese që e ktheu emrat poshtrues për Tetovën. Dhe ajo që na ka befasuar të gjithëve sot është se si komuna e Tetovës po mundohet të pengon pjesëmarrjen masive të njerëzve këtu në sheshin e Tetovës. Ne normalisht kemi njoftuar policinë në kohë, të gjitha organet kanë qenë të njoftuara, po sot i kemi njoftuar edhe të gjithë korin diplomatik në Shkup, OSBE gjithashtu edhe ma merr mendja se shumica e prej tyre janë edhe me misione monitorimi këtu në Tetov, që ta shohin se me çfarë majmunllëqesh po mundohen ta pengojnë pjesëmarrjen masive të popullit këtu në Tetov. Protestat sigurisht se do vazhdojnë, edhe ato varen prej reflektimit që do tregoj komuna e Tetovës për këtë vendim skandalos dhe për këtë situatë të tani që ballafaqohemi në tetovarët, edhe varësisht prej vendimit të tyre, ne do i njoftojmë opinionin me hapat e arshëm. Ne kemi pritur që sot të jenë prezente edhe ata këtu në sheshin e Tetovës, se nuk ma merr mendja që ka shqiptar që nuk lihet i ofenduar kur e shef se sheshi i sotëm i Tetovës quhet Marshalltik. Kështu që varësisht prej asaj se si do veproj komuna, edhe ne do veprojmë në të ardhmen. Keni thënë se komuna do të dikush e ka zhduk dokumentin ku është kërkuar pëlqima. Keni arritur siguroni të një informacione dhe a keni dorëzuar padincin e paralajmëruar? Jo, ajo nuk është puna jonë që të sigurojmë. Ne ende nuk kemi dorëzuar padi, sepse mundohemi t'i gjejmë ato dokumente, të shohim se ku janë zhdukur, po sigurisht se do bëjmë padi edhe organet kompetente duhet merren me atë se kush e ka zhduk atë dokumentacion. Se është shumë jo normale që mos jetë ase edhe proces verbali i mbledhjes së atij. Tani, nëse ka munguar, nuk është ajo kërkesa që është bërë qeverisë, proces verbali nuk mungoj. Dhe sigurisht që ka, duket tu se ka një dorë e fshet që paraprakisht i kanë zhdukur ato dokumentacione, pastaj kanë bëu parashkrimet gjykatës. Po, nuk do doja të hyj në detaje, merr shumë mirë që zoti Thashi e konfirmoi se ka patur kërkesë në qeveri për pëlqim për emrat që atëherë janë votuar në Këshillin. Edhe kjo ishte shumë e dobishme për gjithë procesin. Në pritën e në seancë e Këshillit, a mund shkon zgjedhje dhe a jeni të gatshëm për zgjedhje? Jo, ne për zgjedhje jemi të gatshëm që sot. Po kërkesa që ne kemi bërë për pikën e re të rendit të ditës nuk mund të jetë shkak që të shpërbëhet Këshilli. Këshilli ka obligim që ta zgjidhë këtë problem. Nëse shkohet në zgjedhje, ajo do jetë me vullnetin e komunës, po ne jemi të gatshëm edhe nuk kemi asnjë problem që të shkojmë në zgjedhje. Po paraprakisht duhet të jetë dorëheqje kryetari i komunës që tregoj paaftësi për ta zgjidhur këtë problem, pastaj do shohim për zgjedhjet. Po presi që të pranohet propozimi i BDI-s në seancën e ditës. A do votohet? Të votohet. Jo, vendimi, propozimi jonë nuk është identik me atë që ka abrogua gjykata kushtetuese. Janë 67 emra, dhe 67 nuk është njësoj me 11. Kështu që është absurde të thuhet se ajo është shkak që të shkojë Këshilli në zgjedhje, nuk është absolutisht e logjikshme. Akuza që bëhet për shtyrdje e dokumenteve në arkimin shtetëror në që akuzë shumë e rëndë, nëse është aq e lehtë, nëse dikush është të pushtet, ka mundësi të fshijë dokumenta të tjera të cilat janë jashtëzakonisht vepër penale. Jo, vepër penale edhe shumë e rëndë, po ajo nuk është puna jonë që ta gjejmë se kush i ka zhdukur ato dokumente. Sigurisht organet kompetente duhet të marrin. Ja e kemi këtë informacion për ta. Mirë, a mendoni se nuk ka pas proces verbal të mbledhjes? Asnjë mbledhje e Këshillit nuk është pa proces verbal. Mungon edhe proces verbali.
Duket se ka një prapaskenë që ka ndodhur para prakisht para se të dorëzohet para shtresa që ka